Procedurave dhe gjatë rasteve cilat adresuhen te unë e vazhdimisht mundohna që me i orientu parafërsisht, hajtë, apo më kuptën, shiko edhe qitë mundësi, shiko edhe këtë mundësi, shiko edhe këtë mundësi. Mirë po, momentin që vinë në zyre të na, vetë se vendimi është i marrën, edhe une nuk jam të e vrejt, sidomos të femrat, nuk është që jam të e vrejt, une që shumë po brengosën se çka mendojnë tjertë, sepse ju ka lodh shpirti. Edhe vazhdojnë tutje dhe nuk e kthejnë kokën mbrapa fare heq. Sidomos tash që jem me liberalizimin e vizave, që munden me dalë, munden me provu edhe punësime të reja, me pa dhe një mentalitet pak ma ndryshe, dhe më thonë, ka fillu edhe është venit, apo është zbeja jo pjesa e femnës e cila është ndonë, edhe tash me mbet çdo herë në hijen e asoj ndarje dhe mos me vazhdu jeta tutje. Edhe femna që sakrifikon. Po, tash se po dalim si femra që mbrojmë vetëm femrën. Sakrificat janë dy anshme. Është edhe prej gjinisë, po ndërka dhe raste që edhe meshkujt bojnë shumë për familje, edhe femrat bojnë shumë për familje. Mirë, po janë disa rrethona cilat sjellin deri në një përfundim tillë. Nuk do me thonë që është i dështuar femra, nuk do me thonë që është i dështuar mashkulli, paragjykohen ma tepër femrat, për shkak që zakonisht e lidhen edhe pak me pjesën, jo s'ka bo boll, nuk ka mujt edhe ma shumë, apo më kupton mirë, po, se meshkujt si natyrë janë pak ma impulsive dhe reagojnë ma shpejt, e femna si natyrë është ma e durueshme, ma e qetë. Në fakt edhe do duhet ishim pak më të durueshme në disa gjana. Që kjo është problemi që na i na rritë dhe i na gjithmonë me këto fjalë të nanave, gjyshrave që duhet me duru që i ka jem, nuk është gjithë lula, edhe që ndodhë që ti e menon... Po, edhe të kondërta që dojnë heq mos dura. Kem duru na ju mos durani. Po, i zakonisht që tu linë që ajo ti nuk guxon me unda, se tani ki edhe paragjykime dhe normal që quhet si dështim. Po duhet me marrë edhe një kontvështrim tjetër që është një fillim i një jete të re, është një veprim i guximshëm, se jo çdo kush e merr guximin edhe me unda për shkak të këtyre paragjykimeve. Po unë mendoj që nis prej familjes që thonë që kemë do të me duru lula, nuk është gjithë dy gisht mjalt e fjalë të tjera, po gjithmonë duhet me rri që nuk duhet me duru çka nuk duruhet. Albina po vetëm nëse mund të lidh me këtë pjesën që ka jam me durue këtu. Personat që vinë deri të një ndarje, sidomos gjinia femrore, po dhe mashkullore, ata vinë prej një situate shumë të vështirë, emocionale, edhe kanë pa mundur me mendu se qka ata gjatë procesit mundin me mendu se sa kanë mu paragjyku pas ndarjes. Mirë, po gjatë kur vinë përfundim, në vendim ata ma nuk mendojnë se qka kanë me full tjerë për ta. Se janë me një gjendje të rëndune edhe emocionale. Që ajo është ma e rëndësishme. Është edhe psikologja, besoj që i trajton këtu landë shumë, edhe mirët me atu femrat cilat ndoshta binë edhe në depresion pas ndarjes, se kam raste për shembull që vinë me një gjendje emocionale shumë të rëndune, ma tepër flasin se qa ka me thonë familja edhe qa ka me thonë shoqëria ose kolegët e punës e këtu gjana, se sa që intereson personi që me cilin ka jetu deri tash nuk jeton ma. Nita, se e hapëm si tem çështjen e paragjykimet, në qoftë se veç do të thonë nuk ka hiç paragjykime. Unë ju tregoj, nisëm edhe pi personales, për prej 370 nana që i kam në organizat, ato nuk e shfaqen, na nuk e shfaqem. Unë nuk e shfaqe. Se gratë janë të forta. Nuk e shfaqe unë se është luftë. Si viktimizim. Unë e filloj